shkput një çështje korrupsioni madhor. Korrupsioni madhor evident që rëndon mbi shpatullat e qytetarëve më të varfër të Europës. A ka këtu interesa të agjenturës huaj? A ka interesa të Taulan Balsë, Arbër Abazit, përveç Edi Ramës dhe Lubi Ballukut? Mësoj e keni marrë vesh që Arbëri është dhandri Belindës, i Lubis, po ka vazën e tezës, se ju s'parameri shumë me këtu. Urdhë? Pa jo, vazën e tezës të bje si vetje, jo si pas vetës vjen e dyta. Vjen kushërire parë. Kushërire parë. Jo, kushërire e parë, më thujti mua. Ajo është kushërire e parë. Po. Unë e kuptoj. Pra, është një vjedhje të mërshme, familjare, e tjera, do i marrë, kjo është një çështje që, por nuk do, është, po kaq sa, po thuj, se i 130 milion euro, janë shumë të mërshme, por do merren vesh në vazhdim, është, këta së fundi, duhet të informoj shqiptarët se Gjushi, si pas shumë të dhënave, është larguar nga vendi në drejtim të paditur. I bëj thirrje të tregoj vendin ku ndodhet. Dhe historia është kjo. Këtu deklarova unë ose në parlament, se tani po përdoret policia nga bandat për eliminim e njëra tjetrës. Ju kujtohet ju para një javë, apo para 2 javësh, kur u vendos Tritoli në makinën e Gjushit. Është kjo kështu? Tritolin Gjushit, me sa duket, ja vendosi Aldo Abdylaj, i cili i thot Gjushit, Tritoli është vetëm për lajmërimi, se ti që më ke kërkuar të bëj të gjitha krimet që ka kryer ai vetë, unë ti kam plotësuar. Të t'jap votat që donë, unë ti kam dhënë. Dhe ju tani të gjithë, mbroni Elvis Doçin dhe nuk pyesni ma për mua. Pra, këto fjalë, si pas qytetarit digital, Aldo Abdyli ja ka thënë dhe një bujar është nëndrejtori i policisë Durrësit. Dhe kjo është arsye sepse u arrestua, në fakt kjo është arsye sepse Altin Troplini, që mbron Elvis Doçin, arrestoi Aldo Abdylin me bujarin, edhe bujarin. Çfarë ndodh tani? Bandat më të fuqishme po qërojnë rivalët e tyre nëpërmjet institucioneve që kontrollojnë. Kjo ndodhi dhe në Elbasan, kjo po ndodh në vende të tjera. Por të gjitha këto të Gjushit, janë natyrisht janë nga qytetari digital, po e vërteta është që këto që thash unë, qytetari i ka bindje, i ka shumë të sakta. Mendoj pa. Pyetje,
nuk ka. Miru pafshim.